Kombëtarja shqiptare e vajzave ka siguruar qëndrimin në Ligën B te UEFA Nations League pas fitores me rezultatin 3-0 ndaj Shqipërës në ndeshjen e dytë play-out të zhvilluar në arenën kombëtare. Një paraqitje shkëlqyer e vajzave kuqezi, që dominuan ndeshjen dhe vulosën një fitore të merituar me golet e qendresa Krasniqit, me Suare Begallos dhe Megi Doçet. Pas takimi i trajneri Armir Grima u shpreh shumë i kënaqur me performancën e skuadrës dhe suksesin arritur, duke vlerësuar shpirtin garues dhe punën e vajzave. Grima ka komentuar fillimisht këtë sukses të skuadrës kuqezi. Realisht jam shumë i kënaqur, është një diçka që e kena merituar, nuk është se ne e morëm pa drejtësisht, është një fitore që mund ta bashim edhe në Çipër, ndoshta me 2-3 gjëra të vogla, sepse edhe aty kena luajtur shumë mirë, kena humbur jashtëzakonisht shumë raste. Ndërkohë që ne likum pak ndeshjen e kthimit, por unë jam shumë i lumtur për vajzat, këto vajza meritojnë. Si duket ardhmja e ekipit kombëtar të vajzave jashtë se çfarë thot Grima? Grupi B është grupi i vështirë tash, nuk është më edhe është shumë na duhet shumë punë për të qenuar te ky grup. Do mendojmë që të afrojmë edhe vajza të tjera, po jemi në vëzhgim. Shpresojmë që dy ndeshjet që kemi në Turqi të kemi një pjesë të këtyre vajzave që ne kemi biseduar dhe do e shohim atje të ndeshjet që kemi aty se sa të vlefshme janë për t'ju bashkangjit grupit dhe për ta bërë grupin më cilësor sepse dim që na presin ndeshje shumë vështira. Vajzat kuqezi shënuan 3 gola të vlefshëm në arenën kombëtare, por çfarë i pëlqeu më tepër Grimës nga kjo përballje? Po ajo që ishte kryesorja dhe ne që e kërkuam gjatë gjithë lojës ishte grinta. Dhe kjo është një diçka që na karakterizon dhe na mungoi realisht ndeshjen e parë. Sot lujten me atë grinjë që din vajzat, lujten me atë dëshirë që kanë për ta fituar ndeshjen dhe dolëm aty ku doshim ne të loja rënd, besoj që ishte edhe një lojë e pëlqyeshme edhe për njerëzit që ishin në stadium. Këmbët që po shihni në ekran tani zonja dhe zotrinj janë të një prej lojtarëve më të mira të kombëtarës shqiptare të futbollit për femra, ikonës Megi Doçi, e cila ka ardhur në studion tonë për të na rrëfyer emocione dhe një suksesi shumë të bukur dhe shumë të rëndësishëm në Ligën e Kombeve, një fitore 3-0 përballë Çipros që na mban me kombëtaren e femrave tani në të njëjtën ligë për të synuar gjithmonë e më shumë. Megi Doçi, mirëmëngjes. Mirë se vjen. Urime, komplimente për golin, por urime për fitoren në radhë parë. Faleminderit për ftesën. Më trego pak si ishin emocionet e kësaj ndeshje ku ishte një sfidë delikate dhe shumë e rëndësishme për objektivat që kombëtarja shqiptare e futbollit për femra ka vendosur. Dhe çfarë kundërshtari ishte Kipër? Realisht ishin të dyja ndeshjet shumë rëndësishme, por duke pas parasysh që ndeshja e parë humb në Kipër, besoj se presioni u rrit te ekipi, duke pas edhe ndeshjen në Albania, vendin tonë dhe duke pas parasysh që ishte edhe një ndeshje knockout tashmë, sepse ishte ndeshja e fundit, ishte vetëm 90 minuta, kështu që ishte ndeshje me presion, por kishit emocione? Patjetër që kishim emocione, por paktën liderat e ekipit, duke pas parasysh që kanë shumë minuta mbi shtëpinë dhe shumë ndeshje ndërkombëtare, janë tafta që t'i përballojnë këto emocione dhe që prehen me mirë në fushë. Edhe mendimin e këtyre liderave dhe shoqet e tjera i bashkangjiten edhe që shprehen sa më mirë në fushë dhe ja dolëm. Fakt, ne jemi të lumtur sepse kombëtarja shqiptare shkëlqen jo vetëm tek djemt, po e bën të njëjtën gjë edhe tek vajzat. Në çfarë forme pjekurie ka mbërritur kjo skuadër? Megi, ti ke vite që e përfaqëson me grupin e vajzave njihesh prej kohësh tani më, ekziston një njëjta frymë si tek djemt? Realisht, të punosh me femrën është shumë vështirë, se femra është më xheloze, por në një natyrë ndryshe nga djemt. Por duke pas parasysh që ka 15 vite që zhvillohet kampionat në Shqipëri, do të them që ekipi kombëtar ka bërë një arritje shumë të madhe, duke pas parasysh duke bashkangjit edhe Vllaznia këtu, sepse Vllaznia është paraqit mirë edhe në Kupën e Evropës, edhe kjo ka qenë ndoshta ajo baqja kryesore e ekipit kombëtar ndër vite. Por ekipi kombëtar nga viti në vit kemi treguar që kemi bërë ndeshje shumë mira dhe madje edhe me ekipe shumë mira që kanë vite futboll, sidomos vendet e ftohta, Norvegjia, Finlanda, kemi treguar lëra të mira, patjetër që jemi larg nivelit tyre, sepse kanë mënyra e zhvillimit që janë zhvilluar që stërviten që në moshën 5 vjeçare, po ashtu edhe mënyra e investimit që investojnë federatat, po ashtu edhe klubet e tyre, mënyrën e investimit dhe gjithçka që u japin atyre, janë në nivel tjetër, por po mundohemi me gjitha këto negativitet, dhe thëja që ne nuk i kemi, por ne kemi atë pasionin, kemi dëshirën, kemi karakterin për të dhënë maksimumin dhe për të arritur për të luajtur në këto nivele. Besoni që është lehtë thuash që kur luan kombëtarja me ekipet mëdha, por besoni që fshihen
shumë gjëra, pasi nuk kemi shumë mbështetje. Realisht po të shohësh edhe stadiumin, është për të zhgënjur, sepse për djem vinë edhe zdije njerëzit për bileta, ndërsa për ne vetëm familjarët tanë të shohësh 300 vjetë në stadium në njëshje kryesore, besoj se është e tupshme. Absolutisht, dhe unë prandaj jam i lumtur që sot jemi bashkë këtu në radio televizionin shqiptar, në ekranin e të gjithëve, për të promovuar pikërisht një skuadër që është shumë simpatike dhe që në fundit po arrin rezultate. Nuk e di, Topin nuk e mban kështu në lojë, besoj e pason. Patjetër që pasoj. Pasoj gjuaj. Dua që të pyes pak sepse më përmende fjalën xhelozira kur vjen puna te vajza. Ka pasur momente të vështira në kombëtare, në të kaluarën, që të bëjnë të thuash diçka të tillë? Jo vetëm në të kaluarën, por ka. Ndërkohë të ndihmoj unë me Topin, ta mbaj dhe unë pak, ndërkohë që ti më përgjigjesh, se jam përgatitur sot që edhe të pasojmë. Po spektaklin do ta lëm për në fund. Patjetër. Realisht është e vështirë femrën ta bësh bashkëpunoj, pasi gjithmonë, si që thënë në francesë, shashe lafo, molla sherrit është femra, por në momente që ti bënd bashkuara dhe ta du njëna tjetërën, besoj se është diçka shumë mirë që ndikon në atmosferën e ekipit dhe në lidhjen e ekipit. Patjetër që këto ndeshje për ne kanë qenë shumë të rëndësishme, jemi shumë të kënaqura që tashmë jemi pjesë e grupit B dhe ndërkohë presim shortin. Kur është shorti? Shorti është në nëntor, besoj. Datën nuk e di realisht. Por që ju prisni kundërshtarët e radhës. Tani, në pamundësi për t'ja pasuar Topin trajnerit tuaj, do të ta pasoj ty, sepse e kam në lidhje të drejt për drejt, ja dhe Megi që nuk nguron të shfaqi klasin e saj në çdo moment që është me Topin pranë. Jam me trajnerin Armir Grima, me arkitektin e skuadrës së vajzave të futbollit shqiptar. Profesor, mirëmëngjes, mirë se vjen Radio Televizioni Shqiptar. Mirëmëngjes dhe ju përshëndes. Urimin ratë parë për fitoren dhe për përmbushjen objektivit, në trego pak, ishte e vështirë dhe a e mendove në ndonjë moment gjatë ndeshjes se nuk do të arrinit rezultatin që donit? Jo, në asnjë moment nuk e ka vënë në diskutim, sepse se nesha po, kisha pak frikë, vetëm nga euforia jonë, jo nga cilësitë e vajzave, por vetëm kisha frikë euforinë dhe ndoshta diçka më të drejtë. Për ndeshjen e dytë nuk e kisha asnjë moment, sepse unë shifsha vajza, shifsha entuziazmin, shifsha gatishmërinë, shifsha dëshirën e tyre dhe isha shumë i bindur që do të kaloni me sukses. Realisht Çipra nuk është ekip për të përballu vajzat tonë. Vajzat tonë meritojnë ekipe më të forta, sepse kanë treguar gjatë këtyre eliminatorëve në këtë grup që meritojnë më shumë. Mua më vjen keq, Megi e përmendi pak, më vjen keq që në shkallë të stadiumit mbështetja nuk është e njëjtë si për djem. Ndoshta diçka e tillë ndodh në të gjithë botën, nuk e krahasojmë dot nivelin e tifozëve, pra edhe suportit që marrin djemt në krahasim me vajzat, po megjithatë mund të bëhet shumë më shumë edhe mund të jenë absolutisht dhe 5 apo 6 fishë atyre tifozëve që ishin në stadium për ndeshjen me Kipron. Duke shfrytzuar këtë bisedë, e duke qenë se janë të shumt ata që janë dashamirës të sportit dhe po na ndjekin, më trego pak për kombëtaren e vajzave në futboll. Çfarë skuadre ti drejton? Si stërviten këto vajza dhe pse është e rëndësishme që publiku të vijë dhe t'i ndjeki? Realisht, unë kam fat që i stërvis këto vajza, janë vajza të mrekullueshme dhe janë krenar që janë të një i tyre. Ato për ditë, për çdo grumbullim bëjnë krenar. Jo vetëm mu, po bëjnë krenar një federat tërë, po them, që s'po hape më shumë edhe një popull tërë, sepse këto janë vajza realisht janë heroina, në kuptimin e plot fjalës janë heroina, sepse kanë thyr tabu të muaja. Ne nuk po flasim për sot, po flasim para disa vitesh, që në kohë nuk e ka menduar kush që një vajzë dhe mund të luajë futboll. Kanë bërë sakrifica jashtëzakonisht të mëdha, kanë përballuar bullizëm jashtëzakonisht të madh. Dhe sot na bojnë krenar, na bojnë që dalin faqebar. Ndoshta sot nuk është shumë e vështirë për të marrë me futboll, se gjithmonë flas për vajzat. Ose në të ardhmen nuk do të jetë as pak e vështirë, por kjo është çdo gjë është folur të këtyre vajzave, dëshirës, karakterit dhe ato që kanë bërë sakrificë të tyre, të familjeve të tyre që duhet i përshëndes, sepse janë mbështetja më e madhe dhe ne kanë bërë që të kemi ekip kombëtar femër sot. Për çfarë ka nevojë, profesor, më shumë se çdo gjë tjetër kombëtarja e vajzave të futbollit? Po kombëtarja e vajzave më shumë se çdo gjë tjetër ka nevojë për mbështetje,
jo vetëm nga federata, se federata po bën maksimumin, bile mos jetë federata mendoj që do kishin futboll femër në Shqipëri. Por dënë mbështetjen nga çdo strukturë shtetërore, dënë mbështetje dhe dashamirësi, edhe kur kërkoj një pasaport për të qenë më afër, për të bua pasaporta po marr çdo kinez dhe çdo japonez pasaporta në Shqipëri dhe vajzat tona ose të Kosovës se kanë jashtëzakonisht vështirë për të pajisur pasaporta. Dhe kjo është dashamirësia që kërkohet që të kemi sa më shumë vajza në ekipin kombëtar që të rrisin dhe të vazhdojmë të shkojmë për më lart. Absolutisht. Po them sa ne për gjanat e vogla në qytetet ku servisen, bashkit, komuna, gjithashtu mundin me investu, sepse unë jam I bindur që këto vajza kthejnë atë investim dhe do që e meritojnë. Meritojnë investimin të investosh të futbollit femër sa tash. Profesor, që duhet për këto vajza. Dhe e fundit që kam, sa larg mund të shkojë kjo kombëtare? Ku mund të shkojë? Çfarë qëllimi keni në fundit? Cili është objektivi kryesor që I keni vendosur vetes në afat shkurtër, profesor? Shive, ne çdo vit kemi pretenduar që të rritemi. E kuptoj. Aha. Dhe po mendoj që kemi gjitë shkollë me bazament, nuk kemi gjitë shkollë 2-3 edhe rrëzohë prapë të para. Kemi arrit që të jemi në performancën e duhur këtu ku jemi, dhe të është të synojmë të shojmë, inshallah kemi edhe pak fat në short, do të shojmë që mund të marrim diçka më shumë. Kështu që të presim shortin e nëntorit. Falenderoj shumë profesor Grima që gjetët kohë na u bashkuat në këtë bisedë për të promovuar absolutisht kombëtaren shqiptare të futbollit për femra që ka nevojë për mbështetje, Megi. Ka nevojë që të rinjt, fëmijët të vinë atje në stadium, pse jo, bashkëmoshatarët tuaja të vinë të shohin edhe të kuptojnë se ka dhe futboll për femra, dhe është një sport shumë I bukur që prodhon rezultate. Po për te I kësaj dua të të pyes në aspektin personal tëndin, në çfarë momenti të karrierës je tani? Jam në ato momentet e karrierës që Ule topin se di që nuk të shkon fare kur e mban me duar, aty të shkon kur e ke në këmbë. Njeriu pavarësisht ëndrave, se në fillim nuk e mendoja kur që do arrija në këto nivele, dhe mendoja që a kam mundësinë që të luaj futboll, sepse ka qenë shumë e vështirë, si që tha dhe trajneri për shkak mentalitetit, kemi hasur shumë mbullizimin duke pas parasysh që fusha kishte vetëm djem, edhe gjatë gjithë kohës kemi qenë në presion, shumë vajza, jo vetëm unë. Kjo ka ndodhur vazhdimisht me? Vazhdimisht ka ndodhur kjo gjë. Po sot ekziston ende? Po, apo e kanë eklipsuar pak të rezultatet? Shumë pak, pasi tashmë është kampionati I futbollit femrave, është kampionati U17-s, janë pra edhe I moshave, pra është edhe kombëtarja femrave, pra qytete jam mësuar duke pa femra duke luajtur futboll. Po më besoj që akoma ka qytete në Shqipëri që nuk e di që ekziston futbolli I femrave, sepse një rol të rëndësishëm luan edhe media në këtë pjesë, pasi do të japi një rol shumë të rëndësishëm madje edhe në për rubrikat sportive, që të ftojnë vajza që luajnë futboll, të japin rëndësi, ose bisedohet për futbollin e meshkujve nga 1 orë gjysmë 2 orë dhe nuk bisedohet 10 minuta për kombëtaren e vajzave që fiton, nuk bisedohet për kampionatin shqiptar të femrave që luajnë çdo javë. Pra, çfarë po zgjidhim pse po bisedojmë 1 orë gjysmë apo 2 orë për futbollin e meshkujve? Pse mos t'i kushtojmë pak rëndësi ose paktën 30 minuta edhe futbollit vajzave? Besoj se do t'i jepte një shtys tjetër, patjetër që edhe investimet do t'i japin një shtys tjetër futbollit për femrave, ka shumë nevojë. Futbolli I gjithim përgjithësi, por futbolli I femrave. Do thoja edhe jo vetëm media që mund të luajë një rol të rëndësishëm, por edhe madje bashkitë, komunat, si që edhe trajneri. Mund të ketë programe më të shumta edhe në për shkolla, që fëmijët, nxënësit ta kenë një orë ekstra kurikulare për të ardhur në stadium, sepse kështu fillon, domethënë, duke ju parë juve edhe ata që janë më të vegjël, frymëzohen dhe mund të ketë vajza të vogla të cilat mund të jenë talente, siç është rasti yt apo I shumë prej këtyre vajzave që kam dhe këtu. Më bën dot një shpërndarje gjeografike nga I kemi vajzat këtu, nga cilat qytete na vinë? Po realisht kemi vajza nga Shqipëria, nga Fieri, kemi nga Shkodra. Shumë shkodrane kemi në... Numër 21 dhe numër 14, Arbiona nga Kosova. Trego pak, çfarë ka kjo Shkodra që prodhon kaq shumë futbolliste cilësore? Po në Shkodra ka gjak futbollin. E ka gjak futbollin. Trego pak, ke pasur oferta gjatë kohëve të fundit, Megi? Unë gjithmonë kam pas oferta. Cilat janë ofertat? Ka diçka që mund ta ndash me ne? Ndonjë
le themi lajm të bujshëm që mund të ketë në drejtim të menaxherit apo menaxheres tënde? Unë gjithmonë kam pas oferta, nuk më kam mungu ofertat, por duke pas parasysh që unë kam luajtur edhe 6 muaj te Galatasaray dhe u shpallë kampione e Turqisë. Si ishte ajo eksperienca në Turqi? Po do thojë një eksperiencë që më mësoi shumë për shkakun e vështirësisë për të përballuar mentalisht presionin, sepse nga gjithçka që isha në Shqipëri, apo qoftë edhe në ekip, shkolla në një ekip që jo vetëm për barabartë për shkak të lojës, por edhe mbas të respektit, mbas mënyrën se si u sollën ata me mua. Dhe isha gjatë gjithë kohës në presion momentin kur e merrsha topin, sepse nuk besonin te unë. Isha unë ajo që duhet besoja te vetja. E gjithë eksperienca ime do thoja që në ato 5 muaj që isha te Galatasaray, më mësoi si të luaja pa mbështetjen e askujt. Dhe tani, synimet që i ke vënë vetes për të ardhmet, cilat janë? Po, synimet patjetër janë për të shënuar sa më shumë gola. Atë e ke bërë dhe nuk ta kemi merakun, sepse e bën pambarimisht në dienim time, je golashnuesja më e mirë që ka pasur ndonjëherë kampionati i futbollit? Po. Në të gjitha kohrat? Në të gjitha kohrat. Në të gjitha kohrat. kohrat. Ska shumë kohë, 15 vite janë. E thot me modestime. Jam gati te shifra 800 golave në kampionatin shqiptar. 800 gola? Po. Ronaldo po luan deri 40 e ca vjeç që të arrijë 1000. Ti ke bërë 800 po, besoj se me kaq pak kohë. Afër Ronaldos do të jem edhe unë. Mirë, unë para se tikesh do të sfidoj me një lojë të vogël jonglimi. Ta shohim pak se kush e mban topin më shumë, ta filloj Si mendon ti? Unë mendoj që do të mund. Ashtu, ha? Okej, do ta filloj unë që më pas të vi radha jote, sepse e di shumë mirë që ndoshta 5 do të jenë rekord për mua. Okej, po ta pasoj topin, se më që s'ta pasoj. Okej. Okej, besoj që ishte mjaftueshëm mirë si për një voleybolist. Radha jote, Mek. Okej, e kaloj numrin tim të xhonglimeve. Megi mund të qëndroj deri kur ne të mbyllim programin, apo edhe gjithë ditën këtu, zonja dhe zotrinj, duke xhongluar. Kështu që Megi jam i bindur, faleminderit. Okej, edhe me spektakel. Faleminderit shumë Mek që ishe në studion ton, edhe jam i lumtur vërtet që kemi mundësinë t'i japim hapësirë edhe futbollit të vajzave, duhet bërë më shumë. Media sportive e ka për detyrë ta mbështesë këtë, po jo vetëm, të gjitha mediat, sepse vajzat janë duke shkëlqyer njësoj si djem. Kanë arritur rezultatet mira dhe synojnë që të na bëjnë krenare ta ngrijmë flamurin më lart në të gjitha kompeticionet ndërkombëtare. Qëndroni Radio Televizion sepse nuk kemi mbaruar ende, kemi ende të tjera tema në Mirëmëngjes Shqipëri.